Mirë se erdhët. Sot do të eksplorojmë botën fascinuese të trurit femëror. Do të zbulojmë se çfarë e bën atë vërtet unik, bazuar në shkencën më të fundit. Okej, le ta nisim me një ide që ka dominuar shkencën për një kohë shumë të gjatë. Për pjesën më të madhe të shekullit të kaluar, shkencëtarët thjesht supozuan se gratë ishin burra të vegjël, po, e dëgjuat mirë. Kjo ide e thjesht, por thellësisht e gabuar, formoi dekada të tëra kërkimesh, duke vendosur trurin mashkullor si standardin dhe çdo gjë tjetër si një lloj devijimi. Dhe duhet ta pranojmë, në sipërfaqe, kjo ide kishte një farë logjike. Pse pjesni? Sepse shikoni këtë shifër, më shumë se 99% e kodit ton gjenetik është identik mes burrave dhe grave. Pra, me një ngjashmëri kaq të madhe, ishte disi e lehtë për shkencën e asaj kohe të thoshte, e po, dallimet duhet jenë të papërfillshme. Dhe kështu anashkaluan ato detaje të vogla, por, siç do ta shohim, thelbësore. Por pikërisht këtu gjërat bëhen interesante. Ai dallim i vogël më pak se 1% rezulton se ka një ndikim absolutisht masiv. Ai ndikon në çdo qelizë të vetme në trupin ton. Po flasim për gjithçka, nga mënyra se si nervat tana regjistrojnë kënaqësinë dhe dhimbjen, deri te mënyra se si neuronet tona përpunojnë mendimet, perceptimet dhe emocionet. Pra, një dallim i vogël me pasoja gjigante. Okej, kjo na bën të pyesim. Si ka mundësi që një pjesë kaq themelore e biologjisë njerëzore u injorua për kaq gjatë? Përgjigjja qëndronte te dhënat, ose më saktë te mungesa e tyre. Le të kthehemi pas në kohë për të kuptuar pse. Dhe kjo fjali, e thënë nga një profesor drejtuar një studenteje, e përmbledh problemin në mënyrë perfekte. Imagjinoni të dëgjoni këtë. Ne kurrë nuk përdorim femra në këto studime. Ciklet e tyre menstruale thjesht do t'i ngatronin të dhënat. Pra, një proces biologjik krejtësisht normal dhe themelor nuk shihe si diçka për të studiuar, por si një problem që i prishte punë të dhënave të pastra. Kjo ishte qasja standarde për dekada. Por sigurisht, disa njerëz nuk u dorëzuan. Ky është rrugtimi i një prej tyre. Filloi në vitet 70, kur si studente e neurobiologjisë, ajo vuri re një mungesë thuajse totale të dhënave për femrat. Më pas, në vitet 80, si mjeke psikiatre, filloi të shihte një lidhje të qartë mes pubertetit dhe faktit që depresioni ishte 2 herë më i shpeshtë te gratë. E gjithë kjo kulmoi në vitin 1994, kur ajo themeloi një klinik të specializuar pikërisht për të hulumtuar këtë lidhje mes hormoneve dhe gjendjes shpirtërore. Një rrugë e gjatë nga një pyetje e thjeshtë në një institucion të tërë. Dhe pikërisht kjo na çon në zemër të çështjes, truri dhe hormonet. Sepse ndikimi i hormoneve në trurin femëror nuk është thjesht një detaj vogël, anësor, është një forcë masive e vazhdueshme që praktikisht formëson të gjithë realitetin neurologjik. Le të flasim për fuqinë e këtyre luhatjeve. Përgatituni për këtë shifër sepse është vërtet e jashtëzakonshme. Disa pjesë të trurit femëror mund të ndryshojnë në madhësi deri në 25% çdo muaj. Ndaluni dhe mendojeni pa këtë. Një organ kaq vital që ndryshon kaq dramatikisht në një kohë kaq të shkurtër. Ky dinamizëm i vazhdueshëm, i drejtuar nga cikli hormonal, është thelbi i realitetit neurologjik femëror. Dhe është pikërisht kjo që u ignorua për kaq gjatë. Për ta kuptuar më mirë këtë dallim, burimi na jep një metaforë fantastike. Mendoni për realitetin neurologjik të një burri si një mal, i madh, i qëndrueshëm, i gërryer në mënyrë të padukshme gjatë mijëvjeçareve. Ndryshimet janë aty, por janë shumë të ngadalta. Tani, mendoni për realitetin neurologjik të një gruaje si moti, vazhdimisht në ndryshim, dinamik, ndonjëherë i parashikueshëm, ndonjëherë jo, një ditë me diell, tjetra me stuhi, 2 realitete krejtësisht të ndryshme. Mirë, mjaft me metafora sa do të bukura që janë. Le të kalojmë te provat e forta, te ajo që na tregojnë skanimet e trurit. Fal teknologjive moderne si fMRI dhe PET, ne tani mund të shohim se çfarë ndodh brenda trurit në kohë reale. Dhe ato që kemi zbuluar janë mjaft interesante. Një nga argumentet e vjetra ishte gjithmonë madhësia. Dhe është e vërtet, truri mashkullor është mesatarisht rreth 9% më i madh, por ky është një nga ato faktet që pa kontekst është mashtrues, sepse ja ku është qelsi, truri femëror ka të njëjtin numër qelizash trunore. Ato thjesht janë të paketuara më dendur. Mendojeni si të kishit të njëjtën sasi rrobash, por njëra palë është palësur me kujdes në një valixhe më të vogël. Kapaciteti është i njëjtë. Dhe kjo densi nuk është i njëtrajtshme. Le të marrim një shembull specifik, gjuha. Kur bëhet fjalë për qendrat në tru që merren me gjuhën dhe dëgjimin, gratë kanë mesatarisht 11% më shumë neurone. Kjo nuk është opinion, është një dallim strukturor.
Dhe kjo sigurisht që ofron një bazë biologjike të fortë për atë që shpesh vëret si një aftësi më theksuar verbale. Ne të vazhdojmë me dallimet strukturore. Shikoni këtë dy zona kyçe. Së pari, hipocampusi, mendojeni si qendrën e kujtesës dhe emocionit. Kjo zonë është më e madhe te gratë. Kjo mund të shpjegojë pse ngjarjet emocionale, si debati i parë apo puthja e parë, shpesh mbahen mend me më shumë detaje. Nga ana tjetër, kemi amigdalen, qendrën e frikës dhe agresionit. Kjo zonë, siç shihet, është më e madhe te burrat. Dhe tani, një dallim tjetër shumë i qartë, strukturor, hapësira e trurit e kushtuar epshit seksual. Të dhënat tregojnë se kjo zonë është 2 herë gjysmë më e madhe te burrat. Ky është një dallim i konsiderueshëm dhe ofron një shpjegim biologjik pse impulset dhe mendimet seksuale mund të jenë më të shpeshta dhe më të theksuara në realitetin neurologjik mashkullor. Mirë, kemi parë të gjitha këto dallime biologjike, hormonale, strukturore, dhe pyetja logjike është, a do të thotë kjo se biologjia është fati ynë? A jemi thjesht të programuar? Përgjigjja është një jo e prerë. Këtu është pika më e rëndësishme e gjithë diskutimit. Të kuptosh biologjinë tënde nuk do të thotë ti dorëzohesh asaj. Përkundrazi, të kuptuarit e saj të jep fuqinë e zgjedhjes. Le të marrim një shembull të famshëm dhe mjaft kontroversiv për ta ilustruar këtë. Vite më parë, një ish president i Harvardit sugjeroi se ndoshta pabarazitë gjinore në fusha si shkenca mund të shpjegohen me dallime të lindura në aftësi. Kjo shkaktoi një stuhi të tërë. Por, sipas hulumtimit që po analizojmë, problemi nuk është aftësia. Studimet nuk tregojnë ndonjë hendek në aftësi. Ajo që tregojnë është se vlerat e ndikuara nga hormonet, si për shembull rëndësia e lidhjes me të tjerët, shpesh i orientojnë gratë drejt karrierave të ndryshme. Pra, nuk është çështje nuk mundem, por çështje çfarë vlerësoj më shumë. Atëherë, duke i pasur parasysh të gjitha këto, cilat janë disa nga ato që mund t'i quajmë superfuqitë e paracaktuara të trurit femëror? Kemi një zhdërvjellësi verbale të jashtëzakonshme. Kemi aftësinë për të krijuar lidhje vërtet të thella miqësore. Kemi një kapacitet pothuajse psikik për të lexuar shprehjet e fytyrës dhe tonin e zarit. Dhe, së fundi, një aftësi e theksuar për të zbutur menaxhuar konfliktet. Dhe kjo na sjell në përfundimin kryesor, në idenë thelbësore të gjithë kësaj. Biologjia ndikon fuqishëm, pa diskutim, por ajo nuk e vulos fatin ton. Ajo nuk na mbyll në një kuti. Të kuptosh hardware-in me të cilin ke lindur është hapi i parë për të instaluar software-in që dëshiron. Truri është një makinë pa besueshme mësimi dhe asgjë nuk është gdhendur në gur. Pra, e gjitha përmblidhet këtu. Duke ditur se si funksionon biologjia jon, duke njohur prirjet dhe pikat e forta, pyetja e fundit nuk është çfarë jam I e paracaktuar të bëj, por çfarë do të zgjedh unë të ndërtoj me këto mjete që kam në dispozicion. Njohuria është fuqi, dhe në këtë rast, është fuqia për të zgjedhur me vetdije.